Thank you.
sekretarja, sekretarja. Në keni pasur kodat e materialit, se t'jenë darku me e shumë? A do me lësh mua të flasë? Po. Atëherë, tu për vendim nga ardhë sot për arsye se vendimi për çeljen e këtij fondi ka ardhur vetëm para 2 ditësh. Ne na detyron për ta sjellë kështu jashtë radhës, sepse duhet të fillojmë procedura për ta zbatuar. 2 ditë pas kohë ishte partide. Dies ku ishte pushimi, ishte Po, ka gjë që ose do të punon për bërë. Ne kemi treguar ne zotë shqiptar që punon. Se bëhet pas, e pas. Nëse kalojmë në votim lutem. Premi në pikën. Kalojmë në pikën 2, miratimi proces verbali të mbledhjes së datës 23/04/2026. Ka pyetje diskutime në lidhje me procesin verbal? Nuaj. Kalojmë në votim lutem. Kalojmë në pikën 3, deklarimet e konfliktit të interesave. Kalojmë në pikën 4, pretendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar 6% për muajin e 2026. Unë se vetëm të kodin e saj. Bana de pintor do penalizuar se e kishin gjetur atë pretekstin sistemi
Ata të realizojnë vete. Kemi një pikë që shet vezë dhe kjo sinore që vezët ka që dhe vëmë ata dhe ku di unë kjo si ku ka gjithë dhe si viktimin edhe ju kjo si sistemi Familjarët të vezës ata të realizojnë vete familjarët. Qarë janë verë, jo këtë ratë për pëse. se ka të vizë atere, ka dhe në rotim si funksionon. Ka dhe të pikën 5. Projekt vendim i plani ndihmës ekonomike nga fondet e Bashkisë Krapar për muajin prill 2026. Tani janë 4 familje të cilat kanë kontribuar me fondin 6%, që është i ministrisë, dhe këto 4 familje që kontribuar me fondet e Bashkisë keni punuar projektet në ndërmjet të 76 që ka filluar. Në Bogo janë beshë në Gjerë. A di një që së rregull? A janë dakord jeni? Dakord. Kalem në votim që se i drasë. Po kupton janë Këto projekt vendime për ndihma financiare, që lexojnë projektin e parë, i 3 projekt vendime, është projekt vendim për dhënien e ndihmës financiare nga Bashkia Skarpar për shtetasin e Fandrëmini, për shtetasin Bashkin Hasallari dhe për shtetasin Qenam Hoxha. Besoj se keni lexuar dokumentacionin shtesë, jeni dakord? Kalojmë në votim, lutem? Kine nësë të parë. Gjiri, Si shumë? Nuk e se ka parë ke. Pa si ka një... kalojmë Folë për në skritur për... po, çfarë ka? Që më është bërë një kërkesë nga kërkari Njësisë administrative për tonë. Po, ishte parvjerë, një kërkesa që kështu besoj se të da Nuk është për të muaj. Da shkëndër muaj tjere direktar të kërkesa. Gjërë më të. Po, Në që se me të marrë vendimin për sotë, të abri propozimin, a i me në moment tepër kritik, edhe dhe atyre a i rridëm zote i jep e shëndet e asaj familje dhe asaj zonjë si shesmur, po më duket se kjo për vendimin tim dhe të shpejtojt e të diskutojnë si sotë. Dhe në materialisht. Lirja Skallari. Po. Po ta shumë marrin vendim që këshirë, ta ndihmojmë sa më shpejt, a i sot ka rehojë. A është mundësia për të kaluar? Nëse ju e një dakord, E u të bëjmë më fari. bëjmë vendimin edhe Kam ndihmojmë të Më farë, unë më duke në sa kujtojë, vitën e ma, kam bërë një mundë shpenzim, ku kanë qenë 3 persona. Një disë tyre ka qenë e njësose Hasanlar. Po mirë, tani bashkimi i vërë. Edhe një minut po. Edhe soses, edhe bashkimi pra. Po ne e kjena, e diu, jo. Atë që thotë për ato e kush është e Lirja Skallari ka shojë shesmur, për në veqia, dhe tani të ka marrë me qera, po në banë shojë për pret, në minut, asa ju në shënit jatë, me më keqë nuk ka. Qërë janë të njëtë njëtë të rejërë? e shojë që është ka marrë, nuk ka marrë. Ne im gjupa. Jo. Për sosën dhe për bashkimin ne njojnë në gjithë jam përtek me probleme sociale. Shiko ne njojnë, po si njojnë mirë. Tani te ka të diskutarë në të mundje shpresa, komunikoj, dhe me ty komunikova të ti që tash, e bora për inventimi, tani që ka mu? Shkoj mua për ty dhe. Tani më bejt e shumë dhe propozimi që bëra unë më të kaloj, dhe unë e mendoj që dhe propozoj që t'i japi 1 milion lekë kësaj familje. Nuk është e thërë, nuk ka krasoj një loj me bashkimin që ti që kemi dhe njëre, t'japi 500 atia, e këti t'japi 1 milion për lufton dhe jetës, nuk është e një e madhe. Besoj se dhe qytetarë, nuk i përshqesh në këmentimesh e në vërtet në një moment të për kritik. Së mund të krasoj me një që po jeton e më të jetë me 100 vjetë, kurse me këtë po lufton dhe jetë me sekundë. Edhe me shpime qira atje, por një gjithë familja ka 2 jetë. Besoj që qytetarë të vështesë në propozoj që kësaj familje t'japi 1 milion lekë. Tani me qënë se ne po vendimi im. Unë dhe akorde me propozimin. Edhe për vjerë, si kur të ndami në 2 pjesë, me qënë se
siç kemi parë me të tjerë ajo. E kupton, do mos e japim vlerën një herësh. Ma të ka të rëndëllojnë një më të ndimojnë të një përshërë, si e... Atëherë me vlerë 500.000, atëherë të larë një vota të ndërë. Në pari të në vlerë dhe të nësa përgatitur e të vendimi, që ka të lojnë. Në relacion. Por nem se mentem que tem problema para ela. Show kanë një video sempre dose. Do vem. Ora até ja, primeiro que é melhor, ja ne ja ne ti të marr. Fonde da forza fonde. Tani. Ju s'ka fond, Jo jesh me mendoj, do reduktohet kjo mënyrë sepse tani të gjithë kujtojnë se bashkia e ka detyrim ligjor si pasale me dekretash. Nuk e kemi detyrim ligjor, e kemi moral. Nuk na detyron ligji që t'i japim këto financare. Moralisht po e bëjmë. Pse po ta bëjmë për ata që vërtet ka nevojë. Por e shumë që sa u busën, Ata janë dakord me Për të gjesa publike dhe ja u ke deklaruar vetë qytetarëve me gojën tënde. Ja u kam deklaruar unë atyre, po jo shumë tani. Kemi konflikt Po mirë, shumë mirë, dakord. Tani si shumë mirë. Jo, po shumë mirë. Po ti thua, në një familje u jetë 2 veta, dhe në një familje tjetër asnjëri. Jo, ka marrë. Jo, me të gjithë ka marrë, të kemi darë. Jo, nuk e di. Aty nuk e di. Shiko, bashkimit mund t'i vela që po them kështu, po shiko, bashkimi ka marrë edhe më përpara, jo një herë, po ka marrë 2 herë. Jo, një herë ka marrë. 2 herë bashkimi një herë, doja 3 herë, tani bashkimi. Jo, rajoni, one i herë 2 të 3 ka marrë. Herë 2 ka marrë. Ka në vitën në minuta. Po e të ndisë për primin e qëndrës sociale ditore, i kështesh bashkja s'ka marrë. Nuk ka marrë së Po tani materialin e vetë. Unë e di se 2 herë ka marrë. vetëm të Nëse është dolora një herë, 2 herë, po, s'ke që jetë. Pra Jo, tani gjëna që me që ka kështu diskutime, shkruaj prerës tjetër pasaj propozime për të... Për kjo, propozimi që për Jariani? Për Arianin jam dakord. Për atë që thot është... Vreau un glas contra. Vede nesër dhe merë 500.000 leka. Po jo, po dhe ajo kuriske e prefekturës i thot Rudinët, qatë në kështu, se s'kuj ke bashkë në qohë. One i vetë për s'ka parin për fjallë ata, se Berati dhe Poliçani japin se ka polu. Edhe me 1 milion Ja, atëri jo që ka luar Berati ma e me kaluar, një ma financiare. Tani, vetëm ne kemi, vetëm për ne tonë atë kështu. Po të kemi ne kemi, që po të pasë që të gjë. Mbështes një dikur në ligjë, Ashtë mbështet jepet. Nëse mbështetet në ligjë. Po që se mbështetet jepet. Tani mbështjene se mbështetet në ligjë që ne është gjera e pjezirë që japin. Dhe kjo se kemi bashketje, përse i kamerator prefekturët, se mund të skuptojnë. nuk është shkemi se dhe bashkit e tira japi. Jo, nuk shiko, po heti ta ndajnë diçka, japin edhe bashkit e tjera, se shiko, ju shqiptarë e kemi atë të drejtë, sepse jeni ju atë komunitetin e dini kush ta janë atë, dhe të janë pashmi, që të mos ndihmojnë dike që është vërtet nevojë, po të mos te i kalojnë sa gjëra, që vërtet mori bashkimi, e shoqe bashkimi, po të marrë e tjetër bashkimin që po morë, po e shoqe aram dhe parë bashkimi aram dhe dy, kjo s'më të qenë. Po jo, one i Tani, Ako ka marrë, jo ka japë, ka marrë. e shoqja. Të po, Sosja nesër dhe merë 500.000 leka aty dhe posë. Tani ju i kaloni bashkimi sot,
që të marri pas një javë prapë sim. Projektimi I për sose nuk është për tani javë. Është nëndore, Nuk po ju kuptojmë zotëri. Tani bëhet fjalë për të njëjtën familje. Nëse bëhet fjalë për të njëjtën familje, absolutisht jo. Po janë të dy të sëmur ata, nuk është. Po mirë ta. Po është edhe tre që po vjen për Herë dytës. Nuk është herë dytës. Vendim shkaktoi edhe diskutim, e kjo nuk është për fajin tuaj, është për fajin tonë. Unë propozoj që ta shkëtoni në mbledhjen e Ramës, me qenë se ne është I paqartë dhe t'u vi me një informacion më të detajuar, edhe se kur u kanë kaluar, me qenë se pretendon që nga të 3 herë. Ju kur e dini kështu që ishin të dy të sëmura, po? Në vite kishin dhe 10 milion, kishin dhe të ditje, nësë kishin të bënë në kërme tani, se të ditje e kështë të transparenti, person që Po, skepse të jepësh 1 milion lekë, sepse atyre do kërkonin përsëri për 1 milion lekë. Kështu që më mirë ndarë dy pjesë, dhe ata ndihen të vlerësuar të dy. Dhe unë mendoj që ne do jemi ata që të kalojnë para pas 2 muajsh. Është bërë në ndorë thotë deputati. Është bërë vokra, tani do I ketë kaluar në 1 milion, po e vendim. Është bërë në ndorë për sosë. Në ndorë se do ketë apo nuk ka për ligjës. Po bëjt fjalë koha, në nëndorë apo në vjetorë. E njëta familje pa. Është e njëta familje nuk përbën. Po janë të dy të sëmur ata janë. Pra tani sepse I komonë markesh edhe në komunitet, sepse ka shku si jo fare personali, që asni. Atëherë, unë e di cili ishte meraku im, sepse kur ta marrim veshë të thjeshtë, nuk nuk eksakta, sepse shkoti I smur po shtetit të mbron. Se ka ndim sociale të jepshe, kur I smur mera. Tani, unë nuk e di, ka vajtur ja shtetit për bashkimi dhe ajo sosja. Tani edhe unë kam qenë smur. E dini jo për? A e dini ju? Dhe unë kam paguar 1.000 euro për një ndërhyrje. Se kam hapur gojë, që vdesa të vetë për në qëtu në tjere të që thot keti, të projvendimin e ka përgatitur në tjere, se e di vendimi Këshillit Ministrave ka ardhur të martën bazdite. E kupton? Tani të kërkoj unë, po ja të qysh I djeqë. Po ne mos krahaso vetëm me qytetarët o ne. Si? Mos krahaso vetëm me qytetarët. Se Jo, nuk është një qëto, e krasoj në sa që kene taj. Jo, mos e krasoj. Po e krasoj, pse? Se ti në fund muajt e me rogën, ti unë edhe gjithë ne. Po mirë, me shpia e këti punën, një dhe ka një rogën e të Ka punën. shqitën e plukës. Së shto? Gjithsesi, unë e dash proposimin, ju lutem me diskutojnë në mbledhjen e Ramës. Ilirja Shkallari. Për propozimin që bëra unë nuk mos të tjetër, Ilirja Sot. ta kalem të sot Nuk e kam aty, unë e kam të kjo, ti a e dhe me nesër 500.000 lekë, ti qonë dhe nga të një për marrë, ta marrë ty, a e ta marrë shë më borë. Sa? Jo, 500.000 e kodë në satale. Në mi ishme e abeta të në qëtja në posibilitet. Ne po jam të dyret tjere në atë jetë, ajo ati po nëfton me jetë nga 2 vjetë greqie, në spitale po nëfton me jetë 1 milion. Edhe këshitat që në dakord, hajtë me përëzën e këshitat të një super që ato. Një pendes ne se njerëzit po luftojnë me jetën e nuk po. Si? Ka e një pendes ne. Në momentin që luftojnë me jetën, Lasëm për 10 vite të përgjarje pas e patës drejta. Nuk po se dhe nga kapën e karta të rëtë i shikojnë të ashtë. Kuaj atje, propozimi e që kështar kështë një dakord, 100%. Kalme minute, Nanta, pra ta lezoni një herë, Nantën për të vendim për krijimin e qendrës sociale ditore midis nesh, Bashkia Skrapar. Fjala për në kërkarën e bashkisë, për në në shumëriu. Shëndëruar kryetarë Shqipërisë, shëndëruar shqiptar, paraqesim sot për mirakim një vendim I cili mendoj që është një ndër vendimet ose vendimet që do të merrni ju mirë në rëndësishme. Kjo për arsye se që është vendim shtresa të mëso. Në zbatim të planit social vendor I cili është miratuar po nga ata juaj,
Ne jemi drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë për mbështetje nëpërmjet fondit social. Vitin e parë nuk pa një përgjigje pozitive, fatmirësisht këtë vit mbështetja nga ana e tyre u realizua, jo në vlerën 100% kurse ne kishim kërkuar, diçka më pak, por gjithsesi prapë është shumë pozitive. Për këtë gjë është shkruar një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Bashkisë së Parë dhe Shërbimit Social Shqiptar. Është financimi nga Ministria Përkatëse. Me urdhër të kryetarit bashkisë është nitur një grup pune i cili vlerësoi gjithë situatën edhe propozoi kryetarit për çfarë mendonim ne si grup të krijonim në lidhje me këtë plan social. Të gjithë e menduan, duke parë të situatën e qytetarëve të cilët ne tashmë i njohim, menduan që të krijohen një qendër rezidenciale polivalente, multifunksionale ditore, në të cilën do të ofrohet një vakt ushqimi falas. Është menduar për 40 persona për vitin e parë, sepse duhet më lejoni të them që ky fond, kjo mbështetje do jetë për 3 vite nga Ministria. Viti i parë ka vlerën më të madhe, duke ardhur vite duke u rënë që do të kanë marrë bashkia gjithë peshën e barkës. Propozuam me dosën e mitis nesh. Paraprakisht ne kemi vlerësuar rreth 30 përfitues që janë bërë vlerësim nga ana jonë dhe jo kërkesa zyrtare sikurse legjislacioni. Jo nga një personi. Përgjegjësa ndihmës ekonomike dhe financa, ndihmës që janë akoma më mirë, i kemi identifikuar për arsye etike se akoma nuk e kemi gjë konkrete me emra, nuk kemi efekti për mendim. Një gjë ja u them me bindje që të gjithë ata që do të shkojnë në këtë qendër do të jenë vërtet njerëz të pavëzhgjë. Jo për hatëre, se kjo nuk bëhet për hatëre. Është menduar që qendra të qëndrojë hapur nga e hëna në të premte, aty nuk do ofrohet vetëm vakt ushqimor, do ketë aktivitete sociale. Ne për këtë kemi biseduar edhe me Këshillin e Qarkut, me vazhdim kemi parë nga afër si funksionon qendra të cilën ata. Gjithashtu me Bashkinë e Elbasan që na kanë suportuar shumë dhe orientuar se si funksionon qendra. Fillimi patjetër që do hasim vështirësitë tona, po themi që është një diçka shumë jo, diçka do të gatuar punon. Do të ofrohet për njerëzit të cilët e kanë të pamundur të vinë për ta marrë vaksin më shirore. Në shërbim larmalesës, do të ofrohet shërbimi larmalesës nga ana monë, e çfarë do të thotë. Nuk e di nëse keni ndonjë pyetje, atëherë në lagjen Asanse i Tajkuash aktualisht qendra alternativë, se tashmë do jetë një qendër për të gjithë fëmijët do të jenë pjesë, përderisa është multifunksionale. Edhe fëmijët do kalojnë në pjesë të jo kambi, nuk është kapi i parë nga dispozicionin për gjitha gjërat. Ne paralelisht jemi duke punuar për kryimin e gjithë infrastrukturës së nevojshme për hapjen e qendrës, por hapi i parë i gjithë është meratimi nga ana jonë dhe pastaj Kemi ke pyetje po? Së është përvërsuar e vësë që këtë në një, po jo se këtë marrë si grupë se të zhvilë një më dhe papër. Qaj e patë. Në rëtë marrën që këtë ashtë? Nuk i ka që poliçani, jo e ka zi poliçani. Vende që të të kjo nisë më shumare e bashkit tjera, se këtë parë edhe në kuaj që të të poliçani, që është në ajo, jo se këtë përgjë si grupë, po ta marrë e këtë dhe, jo se e këtë për ju si grupë, e grupë që i grupë. Qofse nuk do bëj plani social, nuk do përfitohej fondi social, që kështu është edhe një pjesë e jona. Se keni për ju atë bashkën e tjera ku që për planin, ti jo vetë. Po se përru se cila bashki më punë e vetë, se cila bashki më punë e vetë në pas të... Ne keni për të dyrat punë Po pra, në tyra kemi bërë, po jo që se kemi bërë të 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 Tani e të vjen njerës që e meritojnë vërtet, jo njerës që këti rrugës e do se të në dhe probleme, ati
kur do dojë të jetë, për Pas kritereve o këti. Se do u sjellin edhe probleme për të qendrën. Po të vjen pjani që rinë rrugëve, edhe po të vjen shumë do u sjellin probleme tek qendra. Po çfarë bëni ti atje? Pa ato kategoria të shtirën e skemi që bëjnë. Do të vjen ti atje. Ose la kushtet ka si një nuk është i sigur lamja. Lamja është një dëshitjani. Të punoj. Jo, është lamja është qëtëtues, është në ata kategori. Jo që nuk shërbejnë vetëm për të sëmurë. Po. Jo që transporti funksionale dhe shërbejnë për të mëshuar dhe veçuar. Për rafin e rrugës. Për një sëmurë janë shumë shumë. Lamja është një nërta që do jetë kategoria përfitues, sepse është edhe i komunitetit egyptian, e përcakton, po tani ne nuk japim dot lamjes, lamja ajo kategoria është, kemi çfarë të bëjmë. Po do bëni atë ta çomin Ta lëmë pa bukë të vdesin, ta hajmë pak bukë, s'ka asgjë etiketi, se po difutemi që është pjanet, tani s'kemi çfarë të bëjmë, ai ashtu është. Lamja që janë në shtëpi mos e gjatë të qendra, ku është problemi se do të Okej, s'lidhe me çojmë të shtëpia për lamja. atë një lutesë. Jo, dhe në diçka dua të shkojmë. Gjithë përfituesit do të jenë përfaqësuar dokumenti dosje brenda asaj qendre. Plotësojnë kriteret sipas KM-s të përcaktuar dhe nuk ka që të vinë qytetarë sot se thua unë. Patjetër unë ta marr kështu si sugjerime edhe ne vetë kemi menduar që për kategori të tillë më mirë ato shtatëse të vijnë me të nxjerrë 100 probleme të tjera. Por jo në mënyrë Ka edhe komisioni i vlerësimit, se unë jam në qartë atje dhe jam te komisioni i vlerësimit. Është një komisioni Jo njerëz që do të çojnë atje, e kuptoni? Më mirë të çojnë banesë. Po atë do ta vendosi komisioni i vlerësimit. Ne pastaj kjo nuk është rrisim bashkiston, patjetër, po në atë plan social që ju keni një aktuar, ju nuk prekem, mund të ishte të sqaron. Jo, dhe e bëjmë si. Po na i punon poshtë. Ne në plan janë parashikuar shumë gjëra. Dhe ne si grup e menduam që kjo do ishte gjëja më e mirë, po jo se është një gjë që do e bëjmë ne për parë dhe unë i zura vetë rastin kur kemi marrë shembull. Po. Ka i përvotimi ju dhe? Janë vota provë. Ka në më pikën 10? Edhe për një të mirë do ta bëjmë një kundërshtim. Edhe për një gjë të mirë do ta bësh një kundërshtim. S'ka Ka në listesh bashkia skrapar. Në vijim të saktë, patjetër në bazë të indikatorëve të fuqit, propozojmë miratimin e kvotës fitore për 310 lekë në vit për person. Është e përcaktuar sharti. Ka në më tim luna? Ka të votën për që në Në vota provë. Ka në pikën 11? Sa mundohet, sa do mundohet shërbimi social të? 26 milion. Unë Sa vjet? Në 3 vite. Në 3 vite, ky është viti i parë. 3 vite mundojmë ata. Jo të gjithë vlerë. Atëherë, vlera e parë se dua t'ja lija reportin e financës së pjesë. Po e them unë me qënë se jemi e prejtë këtë pjesë. Atëherë, nëse ne kemi kërkuar vlerën 300% për ta financuar, ata nuk kanë financuar, të vlerë po kanë financuar një vlerë për 4.600.000 lekë për e. Sa përqind ka? Në këtë vlerë 90%, 10% në punon bashkia. Por, në këtë vlerë, në këtë vlerë, Ministria nuk na lejon që të bëjmë asnjë lloj investim. Çka do të thotë, nuk mbulon as kostën e ushqimit, as infrastrukturën që do ngrihet atje, asnjë gjë. Këtë vlerë, përveç se 100 mijë reja karburant, pjesën tjetër e ka për stafin i cili do të punojë pranë kësaj qendre, dhe gjithçka tjetër do të mbulohet nga ana e bashkisë. Në vit të projekt vendimit, që sapo lexoj kryetare Këshillit, unë do doja që ta mëndë të shkojë financës, se ka në terma më teknike dhe Faleminderit. Kalojmë në pikën 20 për gjendim për transferim buxheti lidhur me mbulimin e kostos së ushqimit në qendrën sociale ditore në Gjiznesh. Fjala për drejtorin e financës zotin Eni Rondo. Nderuar kryetari, nderuar këshilltarë, nderuar në. Ashtu siç edhe
sipas normës caktuar me dokument dhe sipas numrit atyre që do të fitojnë, është caktuar dhe fondi i cili transferohet nga ato fonde buxhetore që ngelen të tjera, pasi siç e përmendi dhe Sonina, të gjitha fondet e qelura nga fondi social shtetëror do të përdoren për pagat e sigurisë shoqërore për punonësit e kësaj qendre, ndërsa 100.000 lekë janë vetëm për karburantin. Pjesa tjetër do të bëhet me fondet e bashkisë. Tani ne e kemi pas qendrën alternative, atje dhe ka pasur numër punonësit saktuar dhe këto fondet e këtyre punonësve sepse ata do të ndjehen aty dhe do shtohet vetëm një punonjës, kështu që këta do paguajnë me fondet e qelura të Fondit Social Shtetëror dhe ato fondet e mira që planifikohen që për ta do të kalojnë për blerje me ushqime dhe për ato shërbime të tjera që siç tha Sona më shërbime dhe bashkëpunia me ato që janë ato plastikë që Po, shërbime shpirë. Kështu që prandaj kemi bërë këtë transferim buxhet. Shiko, ne të themi, rregullojnë gjërat aty nevojë ka për një buzhie, në fakt. Të tjerët janë, se dhe shoferi, ato do të janë dhe stojë. Jemi të qartë. Tani të theme diçka tjetër, sepse është e parë që unë ndanë në maturajnë. Ne thëmë të drejtën të gjithë ne kemi atë sensin e drejtësisë për nga vetë, se që kemi krijuar. Dhe drejtësia na çon aty që në njerë, kur shikojmë në gjë që na duket e pa drejtë edhe të në mizerë, por unë nuk jam fundur të ndihmoj edhe në bashkimin, dakord, se dua ashtu, me që është bërë për e gërëzimi. Nuk dua të jem unë ai që të ndihmoj e këtë gjë, jo, nuk dua, ai ka marrë smurë vërtet, por unë jam drejtori i financës dhe i buxhetit, por edhe kam në varësi sektorin e ndihmës sociale, do të thonë të utën që është përgjegjësi sektorit. Nuk do vjem jemi për to. Sepse unë të vijem unë të ati. Unë i po folëm atë ditë pas të bëra projekt vendimi sekretari ishte dhe kam diskutuar me juve. Dhe gjoni të nëzis, po them për të nuk jam në ati drejtusish që kishëm si... Jo, ne kemi patur komunikim shumë të mirë bashkë. E konfirmove. I respektoj dhe i besoj shumë. Tani, kjo nuk të vim jemi edhe për emra, sepse emra unë i mbajmë në që ka dojë. Dhe duam që kjo gjeja të ndihmojnë të gjithë në pak. Vërtet e kam thënë atë. E kam thënë edhe mbajtë që kam bajtërën bobove për të ndihmuar vërtet familjet në nevojë. Por, njëri për 3 herë dhe tjetëri asë njerë kjo më revolton. Jemi dakord? Ne nuk e kuptoj përse po e hapër sëritë. Ne kam e mbylla kur po ta ndjes që unë... Edhe mua më duket si që edhe zonja shqiptare që ishte tu largua debatoj për të pjesë. Dhe tani i themi prapë si me të qështë si kur nuk përse se... Po e them të qeshtin që mos njemi aty ku e jam që ta kthejme ta diskutoj për e tjera, po janë mendimi që atë ta, si që është konceptuar për e vendimi, të kanohet, edhe që propozoja janë, të kanohet, e kupton, dakord, të vendim, e ktheva, sepse nuk duat jem unë ai që të prishku në këtë rast. Kam e emra në nësa. Jo, se kam e emra. Unë ka shumë që në fillim nuk është e... Jo, të po mundohet të më sa përre. Të po the. Nuk në që me emra se Jo me emra. Pa da një. Ka me emra se në asinjojnë asë njërë. Por që të shikojmë të gjithë atë vërtet janë nevojë. Shiko pak, kjo kërkesa e Iliria Skallarit deri me Vonezë, ndërkohë ne kishim sjell projekt vendimet në Këshill. Kupton? Edhe ndaj u kalua Sofja para Ilirit, por nëse do të ardhur para, Iliri ato do kishim kaluar. Në vend të Sosës dhe kalori muajin tjetër. Por ndodhi kështu. Të marrën nga ardhur ai projekt vendimi. Kaluar
Kalojmë në pikën 12, projekt vendim mbi miratimin e ndryshimit të nivelit të pagave për punonësit e Bashkisë Krapar dhe institucioneve në varësi për vitin 2024. Atëre qeveria në janar në vendim posaçëm ka miratuar pagën minimale në shkallë vëmë dhe paga minimale në shkallë vëmë, paga bruto është 50.000 të re. Përveç kësaj, qeveria ka miratuar dhe nivelin e pagave për të gjithë punonësit që janë versin për mesën, mbështetjes, roje, sanitar, edhe punonësit të tjerë shërbimesh, në bazë të pagës minimale, kështu që për çdo klasë, paga e klasës parë është 50.000 lekë dhe dyta e merat dhe të klasa 13, që është klasa për procese pune apo pozicione pune për vështirësi si lakë si janë padronistë, është klasa e 13 me një nivel pagë të lartë. Tani ne jemi referuar dokumente për taksat dhe kemi bërë ndryshime. Çfarë praktike kemi përdorur më përpara që nuk është se mendoj që është dhe aq ligjore dhe drejt. Ne kemi vendosur nivelin nga 75 deri në 100, ndërsa këtë radhë gjithë punonësit të mbështetjes që paguhen me klasa, me që kemi dhe drejtorin e ndërmarrjes së shërbimeve publike këtu, kemi menduar që të çojmë hapën tek i Zoti në kuptimin që ti barazojmë, që do thotë t'u japim braj sa i mbajnë në punë. Dhe kemi menduar që në disa kategori që nuk është domosdoshme që të rinë 8 orë në punë, ne t'i kalojmë në sistemi 6 orë. Dhe mendoj që me këtë rritje që ka bërë qeveria të nivelit pagave, duke i kaluar në sistemi 6 orë, ne nuk është se do t'u bjerë paga, do t'i mbajmë në atë nivel që janë, por do t'jemi okej dhe me ligjin, sepse e parashikojmë ligji që mua më duhesh për 4 orë, të paguaj për 4 orë. Më duhesh për 6 orë, të paguaj për 6 orë. Ti që më duhesh për 8 orë, do të paguaj për 8 orë. Dhe nuk paguaj 80% për 8 orë, do të paguaj 100% për 8 orë. Kështu që e kemi menduar të gjë dhe mendoj edhe mbështetjen tuaj. Të bëj një pyetje për edukatorët që kujdesin për fëmijët në qendër. Jo, s'ka një gjë, këto janë tjetër gjë, këto janë statë mësimore. Ta e marrin 100%. Dhe ato e shkuar, ato kanë duke dhe kanë përfituar, sepse dokument që vinë për të funksionet e transferuara, ne i zbatojmë direkt. Por, kemi sjellë për ta miratuar pak dhe vones, por që do miratuar. I ke, sepse janë. Ja, në Simor, në jo në Simor, në institucionet arsimore. Sa ka vajtë? Jo qenë janë. Edukatorja është Ka diçka, do të thënë që edukatorët e qerëve, të qerëve, se po kështu të paguajnë ndryshe, gjithçka shiko, në momentin që paga bruto kalon nga 50, sikur kaloj edhe një lek, 50.000 lekë, atëre me 50.000 edukatorja merrte 424.000 lekë, me 50.000 e një lek, ajo merr 27.000 lekë më pak, sepse i aplikojnë tatimi pak. Dhe ne i kemi ruajtur ato nga kjo
nga kjo gjëja. Se asaj 2.000 lekë shtojnë e vete 50.200 lekë dhe kur t'i vjen 50.200 lekë, sistemi të atimeve atje të nëzirë të atimeve dhe asaj i zbritë 27.000 lekë se ka bërë të atimeve parës. Dhe ato duhet ka i dim për ndërën. Po të duan ja ushtojnë, ne dhe asaj flasë. Po si jo ushtoj 2.000 lekë se a ki bërë, vjetërsia i shtojnë të ashtë a ki bërë. Që që ne në të rasin të rruajnë. Tani me nivelin e një pakëve dhe shokim dhe do një rruajnë. Kur në litërsi? Po, të thash, do vejnë Kur të shikojt do në ishtë? jo, në farë përfitojnë të gjithë punojnë, se që janë një për pakë. Por që do shta drejtorë në mosë do të flasim pak më vonë vitur me këtë gjë, sepse edhe në nërmajnë në shëndimeve, jo çdo pozicion pune kërkon që t'jetë prezentator. Janë disa pozicione kyçe që ai e vetë e vendosmet apo kush do punoj me fortplot dhe kush me kohë të pjesë. Me internetin. Kur do shikojt të punojnë në kohë dhe që e diskutatë? Do të miratohet kjo, kam seru, do të konfirmohet prefektur dhe do t'i e kam thënë të udhës të mos i bëj gati paka, sepse do t'i ndryshime. Do rritë. Do rritë. Miratojnë. Tani tjetër gjësë, tjetër. Edhe të gjithë punojësit e tjerë administrativ, ka një rritje të pake, është e koeficienti inflacion. Edhe ata e kemi shtuar në të rast edhe i përfitonin se kemi 10% pagës kryetare, ishë një 600 lekë. 600 lekë. Në 600 lekë shë në 150% që më shtojnë në. 6 lekë. 150% që në Njëve 2.300 lekë. nuk e kjo me 20.400, por me 20.000 lekë. Shumë. E lutem ne, Po. aty që nuk sem dakord me këtë që kemi bërë si grup menaxhimi, grupi menaxhimi strategjik. Pasi në rrezë nivel pagave të tjera në 100%. Inflacioni ekonomik ka prejur gjithë, ka prejur unë së besoj të një në qoftë gjithë këshin e punë, dhe hajtë të dalim nesër edhe hajtë apim tjere në 80% të rogë të ovinit, që natyre ka e të mirë, propozoj që mos ato të shpjetë para. Sepse, në qëse ty të të darësimi, ti do marrë të të rogës, besoj të ngeni një asë një në sidomos, më shumë preket në marrë e puna të mbrave, ja për të kërcuar ke gratë e lullisjes në përvape në prashur, dhe më dhe të tortorosh në përbija dhe të marrësh të thua që kam nevoj për punë 6 orë, nuk e di. Mirë, tani të themi kush të arsyja se të një menduar është. Sepse i bie që ngrirja për rrogat dhe të vetëm na funksionet të ndryshuara nga lekë që sjell ministria, se bashkia të gjithë punojësit e shërbimeve mbështetëse, sipas VTN-s së pagesës me klasa, që janë funksione të transferuara në vitin 2016, që futet kombiti. Kombiti ka qenë më përpara për futet kombiti, arsimi parashkollor mësimor dhe jo mësimor, arsimi para universitar, stafi mbështetës. Të gjithë këta do paguajnë 100% sipas VTN-s. Por efekti financiar. Po them ata përfundojnë 100% se i finanzon qeveria. Kurse ato që finanzon bashkia atëre kush të strategjik e grupit menaxhimit që përdor që nuk u del përballë këtyre punojësve nuk rrit pagë 100% stabil. Qeveria kur ka akorduar fondet buxhetore në fillim të vitit 2026 për të gjitha funksionet e transferuara, ka pas shtesë transferte
qëllimisht për efekt të rritjes pagës. Dhe ne i kemi fondet për ta. Ne nuk kishim parashikuar fonde në 2021 për buxhetin e 2026, sepse ne nuk e dimim që do rritej paga minimale nga 40-50, tani të bëjmë një llogarisht të thjeshtë. Janë 215.000 punonjës që përfitojnë nga rritja e pagës minimale, nga 40 në 50. Vetëm të marrësh pagën, që është 10.000 lekë diferencë, 214 milion lekë të vjetra, është efekti financiar vetëm për pagën. Por, po të futësh sigurime shoqërore financiare që është 6.7%. Por edhe në tjetërsi, edhe vete efekti financiar shtesë 35 milion lekë të reja. Tani ne, po ta dinim këtë gjë, kur bëm buxhetin e 2026-s, ne nuk shikonim nga një mundësi, po prapë nuk trajtojmë, sepse i dje që ne këtë buxhet kemi, do ulim shpenzimet operative 35 milion lekë të reja ose investimet, dhe do të paguajmë ata 100%. Është kosto e lartë. Dhe ka, unë kam thënë dhe këtë edhe në grupin e menaxhimit strategjike kemi diskutuar nga dy opsione. Opsioni parë, reduktimi i numrit të punonjësve, dhe opsioni dytë është të ulim orë nga 8-6 për atë kategori që në fakt mund një vlerësor në shkose kuzo tjetër që nuk është e nevojshme i shtërim petorë. Dhe vetëm kjo, atëherë, do një të nërërë shqiptarë që ne të reduksonë numrin e punonjësve, është mirë kjo, më mirë të marrë shumë e në pak, apo pak e shumë. Unë them shumë e në pak. Mua është mirë që ata që marrë rogën kërë në punojnë, kurse pjesa e reduktimit shumë dhe në pak. Pastaj ne kemi bërë atë plane apak mesën, preveçat. Edhe në ato plane do të ashketës, edhe të një fund vidish, edhe se do ketë një diska base financim në parashikoni asë një asë këto vlejat e këtyre botanikeve nuk kemi nga këtë përgjere aktiviteti sepse edhe të shurdosh kondor nuk kemi nga presë e një nga në orëgjime e si ka bajtë po e fjesa që nuk është një budget, nuk është puna se ne paka mundësira për bujime tjera budgetore dhe mund si që ne kemi mirë do ishte ishim nga rapora votare edhe mund të bëmi diçka, por prapë jo aty të 100%, se nuk e zonë. Por e kështu si grup, me në qimi strategjik, lidin në një, kini në një zde që jetë në një promozim, në konkret se i në gjithë, është por e një elita. Elita e bashkisë edhe nuk vjen në një promozim qoftë edhe në konkret. Ne diskutojmë edhe aty pasaj orarin e punës. Jo, është e ka marrë dhe 7 jam mësuar. E ka e më të gjohë, edhe parasis mund të dëshë, për posë në marrë shqipime se për ata vjenë të se ka të tjetë, ka të registrate. Së më të që nga parazimi për shkak në artisave në që, së ndrejt një ashtë të tjetë. I e që ka puna. Punë po bërë, e ka marrë përsi për kopën punë. Pa tjetër, E ka marrë përsi për atë punë, a i bëjpën punën. ka heqin para më të marrë që që më ka. A i bëjpën punën. Po ti tua do pagojsh me 80%. Jo, ti po bën punën. Nuk bëm me shumë, nuk bëm me shumë. Ne të stemi, ti do punësh 6 orë dhe do marrësh 100%. Hajde ta bëjmë për administratën gjithë 6 orë të mullën bashkja në orën 2. Edhe ta pagojmë me sistemi 6 orë. Dakor. Nuk ishtë heqin. Shto një shkatën që të një rrëtja, është një vektarë, është një shqiptarë, në diskutua gjatë dhe thënë për të problemin e parave të
ndërmarrësh e viu bie sepse kjo është pjesa në cilën brejtë më shumë. Do ta zënë të rejtë një këtu në Union Shqiptare pak më të tjerë, do ta mbështesim të flasim të rejtë. Nëse nga dita e hënë, ditë shtu, një punonjës të nga bjerë e shtëpisë e ikë për të punuar sistemi gjashtorësh dhe të rrugë. Nuk diskutohet, por ikën dita, se nga mëngjesi në orën 8 deri në orën 1, në cilën punon për ditë punëtori, ikën dita. Ata dalin dhe ditën e shtu. Unë mirë, dalin dhe shtu. Nëse një kategori tjetër në cilën merren me heqjen e mbeturinave të qytetit, ata punojnë të tjerë, pas sistem pushimi fare. Tani, unë mendoj që është parë kjo pjesa që e kam diskutuar me drejtorin e financave, me kretarin, dhe është parë kjo pjesë që është shtuar një çik paga e këtyre punonjësve, sepse nuk ishin të 38.000 lekë neto dhe ka shkuar ka 24 bruto. Neto, ta. Në fakt dhe sot dhe i vetë në gjithë e të në fakt, S'kemi kaluar për çka vjen për këtë mundi. Po vazhdojmë tjerë. Kalojmë në votimin vëmë. Në fakt. Dhe unë mendoj të lutem do të marrë dhe përqimin e shqiptare, nuk diskutoj dhe të financë dhe të kretarit, është specialistë në ndryqimit, në cilën do të marrin pak më të mirë, specialistë të punimit të burit, në cilën ata punojnë dhe pinat, ata një brigadë ndërtimi në cilën punon për ditë, duke pak e reflektuar me sistem gjashtorash, por ata do të shikojnë katekisht me thënë drejtën, sepse në çdo vend, në çdo dorë në cilën vendoset në qytet, është dora aty. Edhe për një rehabilitim, edhe për një vendosje diku në një vend, do marrësh një punëtor nëse do të paguash një punëtor jashtëave, do të 50.000 lekë vitit. Prandaj duhen parë. Manuratorët e padromave duhen parë edhe këta, sepse punojnë për ditë dhe punojnë në të njëjtën destinacion pune për ditë, në majtë padromës për ditë. Janë shoferët e kamionave. Shoferët e kamionave marrin 24.000 lekë neto. Edhe këta duhen parë. Sepse për ditë një të gjë, mban shërbimet e kamionit, mban televizin e kamionit për ditë në cilën ai lëviz. Dhe ikja e tij nga shtëpia bëhet për ditë në orën 7. Duke ikur dhe kthehen për ditë në orën 4, mos them dhe 5, mos them sipas problemeve. Dhe ata duhen parë në të drejtën sepse janë vërtet për të parë. Janë punojësit e pastrimit, kategorive veçantë në cilën ata pastrojnë qytetin për ditë. Të tre ata, të katër ata punëtorë, në cilën merren vetëm me pastrimin e qytetit. 3 ditë u prish makina, e them sinqerisht, u bë qyteti komplet në mbush për plak. Ishte pa mundur në mënyrë ta përballoje me makineritë të ndryshme, që e bën për shpejtësi, dhe sa bë defekti mjeti. Dhe ja ata punëtorë të bëjnë pa. Sepse janë për ditë punë dhe janë edhe të shpuna dhe mund të shtresa që këti i ka gjithë shurikë për zonë, duhet parë dhe të shtresa e dobët dhe janë të gjithë të dhëmë edhe punën më të mundohë njerëzit janë të gjithë të gjushë dhe përsa i përket situatës tjetër në cilën 105 punëtorë në cilën nuk kam në ndërmarrjet time ju sugjeroj që nuk kam asnjë punëtor shtesë në cilën nuk më delë punë. Asnjë punëtor nuk ka shanse një punëtor shtesë që ta kemë dhe nuk më delë punë. Asnjë nuk ka. Asnjë për zotin. Qa kishte reformë? I ka për reformë. E ka gëmë me shkërtash disën të dy të Të dy të kete. Do i sjellësh? Sinqerisht. Kemi performancë. Sinqerisht. Për zotin po. Për zotin po. Drejtë se për zotin. U vivje në orështatën. Zonë të parë, për zotin. Faleminderit. Keti, kemi dhe I veti fare dhe.
Dhe në bazë vendimit qeverisë ne kemi miratuar, ne nuk kushtojmë dot. Po ti ke ngriteni. Po, ja. Po nesër me 80% pagë, si e shikojmë do të vijë apo ta? Jam dakord. Ai të shkurtojnë gjysmët e turizmit rogat aty. Jo, ta gjejnë zgjidhjen nga ata për sot. Vazhdojmë lutem për vendimi shtesë që shkruam në rendin e ditës. Për miratimin e fondit si pjesë e bashkëfinancimit të objektit e rehabilitimit të rezervuarit Staradecës. Po. Jo, është rëndësishme sepse ne jemi, është vlera e bashkëfinancimit. Një energji. Shiko, se nuk e fshatar me atje për Badin. Për Badin është Badin. Staradecë ka një që se ekziston në e është 500 milion vetë një rezervuar atë Ka 24 jetë bugjeti shtetit edhe... Nuk është prioriteti jonë. Ne hapë thirrja për financim për X. Ne duhet të konkurojmë se të mos marrë parin e sipërën e edhe ne aplikojmë me projekte Jo, dakord. Edhe deputetët e lobojnë për te, ky fond të traserojnë këte, ajo duhet të tate në është projekt për zbatim në 2 vite, 2026-2027. Dhe ne, kështu që vlera e këtë projektit është 7 milion lekë. Reja ne kemi 10 milion lekë bashkëfinancim. Kështu që këtë po miratojnë 5 milion lekë, 5.9 2027. E thjeshtë. Të bëhet ajo, se por turizmi po do të kthehet prapë. Katorin e kush vetëm aty e shikojnë. Kalojmë në votim një lutem. Vjeti. Dakord. Rezervojmë me emër të mbyllur, tani se për Badin të s'ka njeri. Po da pjesën e njeri. Faleminderit. Kalojmë në pikën 13, informim për raportin e performancës së Bashkisë Rapar. Fjala për zonën Sonika Shërbim. Shkurt bjerë sonë. Shumë shkurt në të Jo, zonë. Lexoj gjerë të në marrë. Për të dytin ditë rabazi, bashkia me mbështetje me projektin Bashkia të Fondat e Smart Access ka hartuar raportin e performancës së shërbimeve që ofron qytetarët. Ndërsa për vitin 2024 që Bashkia të Fondat që e harton si raport, këtë ditë, pala asistencës së tyre, u bëm vetë zot për të hartuar këtë raport, të cilin e paraqesim sot përpara jush. Qëllimi i raportit transparencë dhe llogaritënia ndaj bashkiak të qytetarëve, vlerësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve, identifikimi i arritjeve, problematikave dhe nevojave për përmirësim. Arritjet kryesore, gjatë kësaj periudhe, bashkia ka shënuar përparim në disa drejtime kryesore. Përmirësimi i shërbimeve publike për qytetarët, realizimi i projekteve prioritare në infrastrukturë dhe shërbime sociale, rritje e eficiencës në menaxhimin e burimeve financiare, bashkëpunimi i ngushtë me komunitetin dhe institucionet partnere. Performanca sipas sektorëve. Arsimi bazë përfshi arsimit parashkollor, arsimi mesin i përgjithshëm, menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, administrimi i pyjeve dhe kullotave, mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile, menaxhimi i vetjeve, kujdesi social, burimet njerëzore, shërbimet publike vendore, rrjeti rrugor rural, planifikimi urban vendor, planifikimi policia bashkiake, trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore, sport dhe artistike. Më lejoni të shkoj diçka këtu, sepse edhe me Ministrinë e Agjensisë dhe Qeverisë vendore, është menduar që të shkoheshin disa tregus, një ndër të cilët ka qenë si mbrojtës së fëmijës, po duke qenë se ne nuk kemi raste për të tillë. Përmirësinë e mbrojtjes së fëmijëve nuk e kemi vendosur fare si tregus. Sfidat e problematikave, kufizimet buxhetore, nevoja politike kapacitetet e njerëzore, kërkesa në rritje nga komuniteti, promesa në disa projekte për arsye objektive.
radhës vendore. Përfundim, raporti performancës dëshmon angazhimin e bashkisë për një qeverisje vendore të përgjegjshme, transparente dhe përdorin në pashkëtimin nga qytetarët. Ky raport shërben si bazë për vendimarrjen më të informuar dhe për përmirësim të vazhdueshëm të punës së qeverisë. Faleminderit. Se shikojmë fare këto sonë, këto që të një pak në situat në sferën të ndërloket, kjo është performanca e jote. Performanca bëhet për shërbimet. Eto me kësa rada në të qatë. Vete vice në raportë. Faleminderit. Leni në të rrugë me bashkëpunim. Hajde, në qatë të mos e viti se e më pashtë. Nei, ozuna. A që kam dhe a dhe i mujtave, që të që? Ja të ke, po pra. A të të moni pa edha. One i minute. 2 minuta ko, 2 minuta. E po kam... One i 20 sekundë se po të kërgu. Me vini se është më deri në takim të Një moment sa të